Trondice u shtyp nga kali teksa bënte xhiro, ndron jetë 45 vjeçaria. Një grua 45 vjeçare ka ndruar jetë në Itali pasi u rrëzua nga kali dhe ai e shtypi ndërsa po ecte përgjatë një shtegu. Sipas deklaratës së policisë, kali u friksua papritmas, u ngrit mbi këmbët e pasme dhe më pas ra duke shtypur 45 vjeçaren. Kur mbërritën shërbimet e urgjencës, gruaja kishte pësuar arrest kardiak. Vullnetar të gardës dhe shërbimi i urgjencës dhe një ambulancë ajrore e transportuan gruan e plagosur në spital pasi gjendja e saj ishte shumë e rëndë, aty ku edhe ndroi jetë. Sipas mediave vendase, lajmi ka shkaktuar pikëllim të thellë dhe Gardone Riviera, ku gruaja jetonte në fshatin e vogël San Michele me djalin e saj 13 vjeçar. Jessica Karati ishte e njohur në zonë për punën e saj pasi ajo drejtonte pikën e informacionit turistik të Salos, pak hapa larg bashkisë, dhe vlerësohej për angazhimin dhe gatishmërinë e saj për të organizuar iniciativa dhe ngjarje.